Unë mendoj që të dy drejtuesit në fakt kanë pasur një komunikim efektiv me prokurorët dhe me stafin, sigurisht duke i nxitur ata aq sa ata munden për të ecur përpara me çështje të cilat mund të ishin në fazën e përfundimit të tyre. Këtë besoj e kanë patur të dy. Sigurisht në kohën e zotit Dumani pati shumë çështje të cilat ishin pjekur ndërkohë, sepse prandaj thash është efekti kohë. Çështjet këtu zgjasin shumë. Ti nuk mundesh një çështje regjistron sot dhe përfundon për 5 muaj, ndonjëherë është e pamundur. Pra çështja mund të dojë 2 vjet dhe 3 vjet për të krijuar të gjitha kushtet në mënyrë që ti të konkludosh, të mbledhësh prova, të analizosh dhe në fund të shkosh drejt kualifikimit të veprës penale, drejt një personi të caktuar. Kështu që koha është shumë e rëndësishme në këtë këndvështrim. Dhe në kohën e prokurorit Altin Domani, mendoj që pati çështje të cilat evoluan shumë dhe ai pati dhe guximin që t'i çonte përpara këto dosje. Sigurisht mendoj që karakteristika ime gjatë nëse do të jem drejtues është që jam një njeri i pavarur, i vendosur. Jam shumë komunikues, mendoj që kam element shumë të fortë komunikimin me kolegët, brenda stafit, cilësi këto që mendoj janë shumë të domosdoshme për drejtuesin.